Të dashur aktivist të partisë Guxo, e nderuar Adonik, i nderuar Faton, unë jam i bindur që po të ishte gjallë presidenti historik Ibrahim Rugova dhe të ishte kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, nuk do të kishte nevojë të formohet partia Guxo. E në një situatë të tillë, unë jam i bindur që Lidhja Demokratike e Kosovës me udhëheqjen e presidentit Ibrahim Rugova për kryetar subjekti nuk do të refuzonte të takohej me mua e të bashkëpunoj me lëvizjen vetëvendosi. Po ashtu jam i bindur që me kryetarin e LDK-s Ibrahim Rugova, Partia Shqiptare Demokristjane Mark Krasniqit do të ishte bashkë me LDK-n e jo me lëvizjen vetëvendosi. Për shkak se udhëheqja aktuale e Lidhjes Demokratike të Kosovës është tjetër fare me orientim ndryshe prej atij të vërtet, të mirë e tradicional të LDK-s, ne te numri 116 jemi bashkë, vetëvendosja, Partia Guxo dhe Partia Shqiptare Demokristjane, andaj le të punojmë në këto ditët e mbetura. Le ta bëjmë dhjetorin ashtu siç po duket, një muaj i shkurt, por si shkurti, sepse kësaj radhe viti i ri nis një 30 ditë më herët. Faleminderit shumë.